Vlora Avion të përballet me mungesën e tregjeve të standardizuara, një problem që prej vitesh rëndon mbi tregtarët dhe konsumatorët. Edhe 3 tregjet ekzistuese nuk plotësojnë kushtet minimale higjieno-sanitare, duke mos ofruar as hapësirat e duhura për tregtarët e përditshëm, as sigurinë ushqimore që qytetarët meritojnë. Më problematik ndërta mbetet tregu i çoles. Ky treg që dikur konsideroi një ndër më të sistemuarit dhe më funksionalët në qytet, sot paraqitet i degraduar dhe pas një investim të dukshëm prej vitesh, veçanërisht në ditët me shi kur tereni mbushet me baltë dhe ujë. Tregu i frutave dhe perimeve përbën shembullin më të qartë të kësaj situate. Pamjet e përditshme tregojnë qartë se kushtet janë larg çdo standardi. Dyshemet amortizuara, stendat të improvizuara dhe hapësira të ngushta që pengojnë edhe qarkullimin e njerëzve. Për shkak të mungesës së kushteve elementare, shumë tregtarë janë larguar, ndërsa ata që kanë mbetur detyrohen të punojnë në kushte të vështira. Shpesh ata mbulojnë stendat e tyre me rroba të vjetra, çadra të grisura apo materiale plastike për të mbrojtur nga shiu, dielli apo era. Këto improvizime jo vetëm që nuk garantojnë higjen, por rrisin edhe rrezikun për ndotje ushqimore, duke bërë tregun të pasigurt për konsumatorët. Situata po krijon shqetësim të madh te banorët e zonës, të cilët ankohen se prej vitesh presin një ndërhyrje. Ndërkohë, mungesa e standardeve në tregjet e hapura ndikon drejt për drejt në cilësinë e produkteve ushqimore, duke bërë të domosdoshme ndërhyrjen e institucioneve përgjegjëse. Qytetarët kërkojnë rikonstruksion të plot, vendosje të strukturave mbrojtëse, kanalizime funksionale, investim në higjen dhe një menaxhim të rregullt të hapësirave në mënyrë që tregu i çoles dhe tregjet e tjera të Vlorës të rikthehen në standardet minimale të qyteteve moderne. Derisa kjo të ndodhë, tregtarët do të vazhdojnë të punojnë në kushte të vështira dhe konsumatorët do të përballen me rreziqe të padukshme në përditshmërinë e tyre.